A ko kanë shtrejt, sa ko kanë një qadër? Lajnë 20 euro shqadra. 20 euro? Në momentin jam, një hotel kontinental s'ka marrë një pjesë që... Mirë, pa desh me i bërë reklam hoteleve, pa desh me i bërë reklam hoteleve. 20, do të thotë, jo që bërë reklam për hujna, po kupton, po edhe vitin e kalun kër i marrë, do të thotë 20 euro ka qenë, edhe tash është 20. Se mu do që përmend emrin e hotelit, për atë thash. Jo, di pse përmend, se do të thotë këtu në konë tjera, ka dikush privat, që ishtë që hotelli, se i po që këshin ndryshu pak, këshin po ndryshime, po mirë, qadrat e mira, karikat e mira. Po, veç, edhe qmimi bal vala mike, 20 euro. Qmimi, nëse në ku jem këtë në hotel e kemë paguna që me shku të sa në plazhe në mëllë. Se nuk po dëgjoj shumë mirë. Ku më shku me kësi këmba më këshri, po përtaj me shku atje këta. Për mu është ma praktiki këtu ku është pasha vogën e kam edhe vazhtën e se kam larkë. Nuk e ki larkë, po nëse përgjithësi në vendet të tjera në shumicën e rasteve, po është 20 euro. Ki mundësi me bërë edhe qadrën vetë edhe më shlirë vesh po, në absolut, salë, ajo është. Pika rika se janë e mundësh, edhe është të malire ki. Në plazhet publike. Pagun vetë e pagun qadrën që i blenë edhe kur gjë hujna, po jo marë më knaqë të ashte.